Çfarë do të bëje nëse zbulon një sekret të fshehur të familjes tënde? Një tradhti që dikush i afërt kishte planifikuar shumë vite më parë. Një letër e lashtë nga nëna jote mund të ndryshojë gjithçka që mendon për të afërmit. A do të besosh paralajmërimin apo do të vazhdosh si gjithmonë? Drita e mëngjesit përhapej ngadalë mbi tavolinën e mbuluar me pluhur. Ajri i ngrohtë i pranverës depërtonte nga dritarja e vjetër e shtëpisë, duke ngrohur qetësisht dhomën e madhe të mbushur me kujtime të haruara. Burri, me flokë të thinjura dhe sy të thellë, ul pranë tavolinës, duke e parë për herë të parë atë letër të vjetër që kishte qëndruar e fshehur në një libër të trashë të hershëm. Letra ishte e verdhë, me cepa të përflakur dhe me shkrim të kujdesshëm të dorës së një gruaje. Kur e mbajti në duar, një dridhje e lehtë e përshkoi trupin. Nuk ishte thjesht letra, ishte zëri i së shkuarës, zëri i nënës së tij, që dukej se po fliste nga varri. Ai e njohu menjëherë shkrimin, i hollë i drejtë, por i mbushur me kujdes dhe dashuri, si çdo gjë që bënte nëna e tij. Zemra ju rrah më shpejt. Çfarë paralajmëronte letra? Për çfarë kishte qenë aq e shqetësuar? Ai e nisi të lexonte. Nëse po lexon këtë, atëherë unë nuk jam më, por ka diçka që duhet ta dish, dikush që mendon se është afër teje. Në të vërtetë ka plane që mund të të lëndojnë. Mos besoni gjithçka që duket e qartë, sepse disa njerëz mund të mashtrojnë më shumë se sa mund të imagjinosh. Kujdes. Fjalët ishin të thjeshta, por pesha e tyre ishte e tmerrshme. Një frikë e thellë filloi të rritet në gjoksin e tij. Ai mbylli syt për një moment, duke u përpjekur të kuptonte se cili mund të ishte autori i tradhtisë. Një mik i afërt, një kushëri, apo ndoshta një antar i familjes që ai mendonte se e njihte më mirë. Kur lexonte fjalë pas fjale, ai kujtoi momentet e fundit me familjen e tij. Buzëqeshjet e dhomave të mbushura me dritë, shakat që fluturonin midis tyre dhe besimin e pakushtëzuar që kishte ndjerë gjithmonë. Tani gjithçka duke e ndikuar nga një hije dyshimi. Një pyetje vetme nuk i jepte qetësi. A duhet të ndjek paralajmërimin e nënës apo ta lërë gjithçka të rrjedhë natyrshëm? Ai vendosi të kontrollojë kujdesin e familjes së tij, por pa u treguar askujt. Filloi të analizonte sjelljet, fjalët dhe çdo detaj që kishte neglizhuar më parë. Një mesazh i harruar në telefon, një shikim i dyshimt, një heshtje që nuk kishte kuptim më parë. Tani çdo gjë kishte kuptim të ri. Një val paranoje filloi të rritet brenda tij, dhe ndërsa letra binte përsëri në tavolinë, ai kuptoi se po hynte në një rrugë pa kthim. Mendimet e tij ishin të trazuar. Ai mendoi për besimin, për dashurinë që kishte ndaj familjes dhe për mundësinë që çdo veprim i tij mund të shkatëronte marrëdhënie që kishin ekzistuar për dekada. Por në të njëjtën kohë, një pjesë e tij nuk mund të injoronte paralajmërimin e nënës. Ajo kishte parë diçka që ai nuk mund ta shihte, një rrezik që mund të shkatëronte gjithçka. Ai u ngrit dhe filloi të lëvizte dhomën, duart duke dridhur pak. Mendimet i rridhnin shpejt, si një lum që nuk ndalet kurrë. Çfarë do të bënte nëse paralajmërimi ishte i saktë? Nëse dikush që e donte po përgatiste diçka të tmerrshme kundër tij? Por çfarë ndodhte nëse ishte gabim dhe letra thjesht ishte një reflektim i paranojes së nënës së tij? Në atë moment, ai ndjeu një zhurmë nga kuzhina, dikush po qeshte në mënyrë të pakuptueshme. Një tërmet i lehtë i panikut e pushtoi. Ai u përkul pas tavolinës dhe përpiqej të analizonte çdo detaj. Çfarë ishte e vërtetë dhe çfarë ishte thjesht fantazi? Çdo lëvizje, çdo fjalë, çdo heshtje tani kishte rëndësi etike. Ai hapi një kutinë e vjetër me dokumente të nënës së tij dhe filloi të kërkonte. Çdo letër, çdo shënim, çdo detaj i vogël mund të ishte pista që ai kishte nevojë për të zbuluar të vërtetën. Por sa më shumë kërkonte, aq më shumë kuptonte se po hynte në një rrjet të komplikuar të fshehtësive dhe tradhtive të mundshme që kishin zënë vend në familjen e tij për vite me radhë. Një frikë e thellë, por edhe një kuriozitet i pashmangshëm e shtyn të vazhdonte. Ai e dinte se vendimi që do të merrte nuk ishte thjesht për të, ai mund të ndryshonte fatin e të gjithë familjes. Letra e nënës kishte ndezur një zjarr që nuk mund të shuhej, dhe tani rruga përpara ishte e pasigurt, e rrezikshme dhe mbushur me mister. Hapat e parë dhe tensioni i rritshëm. Dritat e pasdites binin mbi shtëpinë e tij, duke krijuar hijet e gjata që lëviznin ngadalë mbi dyshemen prej druri. Burri qëndronte pranë dritares, letra e nënës e mbajtur fort në dorë, duke u përpjekur të vendoste një plan. Ai e dinte se nuk mund të vepronte pa menduar, por diçka brenda tij po thoshte, tani ose kur. E vërteta nuk mund të presë. Ai filloi të analizonte marrëdhëniet e afërmve të tij me kujdes.
Çdo fjalë thënë vitet e fundit, çdo heshtje, çdo ndryshim i vogël i sjelljes së tyre ishte një copëz e misteri. Filloi me vëllain e tij më të madh, një burr i qetë, i njohur për besnikërinë dhe për kujdesjen e tij. Por kishte diçka që ai nuk e kishte parë më parë, një mesazh i fshehtë në telefonin e tij. Një bisedë e fshirë, një shikim i ngushtë që zgjati më shumë se zakonisht. Pastaj kujtoi kushërinj. Një nga ta kishte vizituar shpesh, gjithmonë me justifikime të vogla për të qëndruar vonë në shtëpi. Tani këto sjellje merrnin një kuptim të ri, më të dyshimt. Burri filloi të ndjente një kombinim të frikës dhe nervozizmit. Zemra i rrihte fort, dhe dora dridhej paksa kur prekte letra. Ai vendosi të krijonte një plan të kujdesshëm. Fillimisht do të vëzhgonte pa u zbuluar, do të regjistronte fjalët dhe veprimet e të afërmve. Do të ndjente ndryshimet në tonin e zërit, në shikimet e heshtura, në detaje që tregonin më shumë se fjalët. Dritarja e dhomës ishte hapur, dhe erë lehtë vinte nga kopshti, duke i freskuar fytyrën. Por asgjë nuk mund ta freskonte mendjen e tij të trazuar. Ai u përkul mbi tavolinë dhe shikoi përsëri letrën e nënës. Fjalët e saj ishin të thjeshta, por çdo gjë midis rreshtave i tregonte një histori që nuk mund të injorohej. Një ndjenjë izolimi filloi ta pushtonte. Ai nuk mund të fliste me askënd për këtë. Çdo person që fliste mund të ishte pjesë e problemit. Dhe kështu vendimi ishte i dhimbshëm. Ai do të vepronte vetëm. Ai filloi të mbledh provat e mundshme. Telefonat, mesazhet e vjetra, fotografitë, çdo shenjë që mund të tregonte tradhtin. Një ndjenjë obsesive e mori mbi vete. Por ai e dinte se kjo ishte rruga e vetme për të kuptuar të vërtetën. Natën e parë të hetimeve, ai ul pranë dritës së zbeht, duke rishikuar mesazhet dhe shënimet e vjetra. Ishte si të hapte një arkiv të fshehtë, çdo detaj kishte rëndësi. Çdo veprim mund të ishte pista e duhur. Ai ndjeu një përzierje frike dhe kurioziteti që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Disa orë më vonë, ai kuptoi diçka shqetësuese. Disa gjëra nuk përputheshin me kujtimet e tij. Një person që ai kishte menduar gjithmonë se ishte besnik, në fakt kishte bërë gjëra që tregonin diçka tjetër. Ai ndjeu një dhimbje të lehtë në stomak. Nuk ishte vetëm tradhti e mundshme. Ishte një mashtrim i thellë që kishte ekzistuar për vite. Në këtë pikë, burrit i duhet të vendoste. Të konfrontonte të afërmit me një herë apo të vazhdonte hetimet e tij në fshehtësi, duke mbledhur më shumë prova. Një pjesë e tij donte të fliste dhe të zgjidhte gjithçka shpejt, por instinkti i tij i paralajmëroi. Një hap i gabuar mund të shkatëronte gjithçka, dhe kështu natyra e vendimit u bë një lojë psikologjike. Çdo veprim i tij, çdo vëzhgim, çdo fjalë që dëgjonte mund të ndryshonte rrjedhën e ngjarjeve. Një dramë e fshehtë po fillonte të zjente brenda familjes. Dhe letra e nënës ishte katalizatori i kësaj tensioni. Kulmi dhe fundi. Natën e fundit të hetimeve, burri qëndronte në dhomën e errët, letra e nënës në dorë, dhe mendimet i rridhnin pa pushim. Drita e vetme vinte nga një llambe vogël në tavolinë, duke hedhur hijet e saj mbi fytyrën e tij të lodhur. Ai kishte mbledhur të gjitha provat, mesazhet, shikimet e fshehta, heshtjet e çuditshme. Çdo detaj kishte treguar një të vërtetë të dhimbshme. Tradhtia nuk ishte një supozim, ajo kishte ndodhur, dhe dikush shumë i afërt kishte bashkëpunuar në fshehtësi. Kur vendosi të përballej me ta, zemra e rrihte fort dhe mendja i shkonte përpara e prapa, duke pyetur: çfarë do të ndodh kur e zbuloj gjithçka? A do të shkatërohet familja ose do të kaqforcohet pas së vërtetës? Ai vendosi të mos vonoj më. Në dhomën e ndenjes, të afërmit e tij prisnin, duke u çuditur për fjalët e thëna nga ai se kishte diçka për të diskutuar. Kur hapi gojën për të lexuar pjesë nga letra e nënës, heshtja mbushte dhomën. Shikimi i tij i fortë dhe vendosmëria e fjalëve të tij e bën çdo të pranishëm të ndjej peshën e momentit. Ai tregoi çdo gjë që kishte zbuluar. Çdo mesazh të fshehur, çdo ndryshim të sjelljes, çdo mashtrim të vogël që kishte ndodhur pas shpinës së tij. Fillimisht kishte tension, pastaj lot, pastaj pyetje të pafundme. Disa u përpoqën të justifikoheshin, të tjerët heshtën dhe u dridhen. Por më rëndësishmja, ai e dinte se kishte bërë gjithçka me kujdes, duke përdorur fjalët e nënës për të zbuluar të vërtetën dhe jo për të shkatëruar marrëdhënie. Ai e mbylli leximin me një mesazh të qartë: nuk dua të humbasim njëri tjetrin, por nuk mund të jetojmë në gënjeshtra. Çdo sekret i fshehur duhet të zbulohet për të ndërtuar besimin përsëri. Në atë moment, dhoma u mbush me heshtje të thellë dhe një peshë lehtësie filloi të shfaqej. Ai ndjeu se, pavarësisht dhimbjes, kishte bërë gjën e duhur.
E vërteta, edhe pse e hidhur, I jepte mundësinë familjes të rifillonte nga e para të vendoste bazën e besimit, të shëronte plagët dhe të mos e linte tratin të shkatëronte gjithçka. Ndërsa natyra jashtë fillonte të ftohej dhe era e mbrëmjes depërtonte përmes dritares, ai kuptoi se një kapitull I ri kishte filluar. Një kapitull ku të afërmit nuk mund të kishin më sekretet e fshehura, dhe ku çdo veprim dhe fjalë do të matet me kujdes. Në fund, letra e nënës nuk ishte thjesht paralajmërim për tradhti. Ajo ishte një thirrje për të zgjedhur të vërtetën mbi gënjeshtrat, guximin mbi frikën dhe dashurinë mbi zhgënjimin. Ai e mbylli letrën dhe, për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu një qetësi të brendshme. Drita e hënës binte mbi tavolinë dhe burri qëndroi aty, duke kuptuar se së bashku me familjen mund të ndërtonin përsëri një marrëdhënie të bazuar mbi besim dhe sinqeritet. Ndonse rruga ishte e vështirë, së paku e nesërmja nuk do të ishte më e mbushur me fshehtësi dhe tradhti.